nuk e keni ideën sa na ka marrë malli që shohim këtu në mesin tonë të nderuar mysafir. Faleminderit që keni ardhur në një numër kaq të madh për të na mbështetur edhe në këtë vit në jubileun tonë të 19. Të nderuar zonja dhe zotrin, në emrin tim edhe në emrin e të gjithë ansamblit Arbresha, ju urojmë mirëseardhje në programin tonë të pasur. Me të vërtetë na pas ka marrë malli me ju pa të gjitha. Para më shumë se 2 viteve, jemi pa për herë të fundit në jubileun tonë të 16. Shkaku i pandemisë, kemi qenë të detyruar të mirëmbajmë rregullat e tubimeve dhe kjo na kufizoi shumë në zbatimin e mbrëmjeve tona. Për fat të mirë e kaluam edhe këtë sfidë dhe tani po rikthehemi me të fortë se kurrë, me një program të çmuar me valle të reja dhe me disa mysafir special që do të na zbukurojnë dhe pasurojnë programin tonë me prezencën e tyre. Bremja e sotme e nisi grupi simpatik i fëmijëve, me vallën Arbreshe, e cila me tani është bërë simbol hymni i ansamblit tonë. Pra besoj se meritun edhe një dorë trokitje, apo? Dorë trokitje të madhe për grupin e fëmijëve. Faleminderit. Pa humbur kohë, pra do të vazhdojmë programin tonë me disa fjalime për ndjerë të festës sonë. Se pari ftojmë në skenë kryetarin e ansamblit Arbresha Ndue Uka. Mikrofoni për ti. Po rreni këtu a? Po ta ndajmë skenën ty. Ta ndajmë. Të dashur miq, vëllezër dhe motra, antarë dhe simpatizantë të ansamblit Arbresha, mysafir. Ja shumë i lumtur që pas 2 vjetë pengesë që na shkaktoi pandemia, jemi përsëri bashkë dhe po festojmë 90 vjetorin e ansamblit tonë. Për gjatë 2 vjetëve të pandemisë e kemi kuptuar sa vlerë kanë aktivitetet e përbashkëta dhe sa shumë kemi nevojë për njëri tjetrin. Tani kemi 19 vjetë punë e përkushtime për vallet dhe muzikën shqipe. Muzika dhe vallëzimi shpeshherë me gjuhë universale u flasin të gjithëve, pa dallim gjuhë, etnie e feje. Këto aktivitete njerëzore kuptojnë të gjithë sepse muzika dhe vallëzimi nuk kanë nevojë të përkthehen, ka që ndjehen me tan shpirtin. Po bëhen gati 2 degate që kur ne kemi nisë të bashkohemi rreth muzikës dhe vallëzimit, me besim të plot se këto 2 forma të aktivitetit shpirtëror na bashkojnë dhe na sjellin gëzim e lumturi. Përmes muzikës ne gëzohemi, kujtojmë ngjarjet e bukura dhe përmes vallës e shprehim gëzimin me tërë qenin tonë. Duke jetuar larg Kadreut, ne Perëndin mendojmë prej ka kemi ardhur, si kemi ardhur, pse kemi ardhur, kujtojmë të kaluarën tonë dhe mallëngjemi. Muzika dhe vallëzimi shërbejnë si urë lidhëse me të kaluarën, me tradita dhe vlerat tona kombëtare e kulturore dhe na japin shumë përgjegjësi në pyetjen tonë. Na shmallin dhe na argëtojnë, na edukojnë dhe na zhvillojnë kujtesën. Me këtë rast, ju jam mirënjohës të gjithë atyre që kanë qëndruar bashkë me ne, që na kanë përkrahur e na kanë ndihmuar, që kanë besuar te ne dhe vullneti ynë. Jemi në prag të 20 vjetorit të ansamblit tonë dhe ky përvjetor për ne ka kuptim të shumëfisht. Ky përvjetor na tregon se me punë e përkushtim arrim gjithçka. Se të bashkuar dhe flerave të përbashkëta jemi më të fortë dhe s'ka kush na ndaj. Të dashur miq, antar dhe simpatizant. Sot duhet të flas për suksesin e ansamblit ton, i cili përbëhet prej grupit të vallëve me fëmijë dhe të rriturit. Të fëmijët kemi 22 persona, tek të rritur 31. E falenderojnë Marisa Liçunin, që punon me përkushtim me fëmijët tanë dhe i përgatit për vallëzim.
Ansambli gjithashtu ka dhe grupin orkestër, ku janë 8 persona. E falenderojnë udhëheqjen e orkestrit Nuhe Pali dhe shokët e tjerë. Ne kemi edhe kryesin, kryetarin Due Ukaj, Zavencin Nuhe Pali, sekretarin Ikzidar Ballabani, arkatarin Agustin Ukaj, si dhe antarët Isak dhe Fatmir Lukës, Marian Tomaj, Fabian Berisha, Fran Gjergji, Pjetër Delia, Bernard Lukës, Bujar Gjergji, Zef dhe Gjon Ukaj. I falenderoj shumë për punën dhe organizimet që bëjnë gjatë vitit. Me këtë rast, dua të falenderoj koreografin Fejm Leka nga ansambli shtetëror i këngëve dhe vallëve, Shota për bashkëpunimin e frytshëm profesional, që sot nuk gjendet këtu. Dua të veçanërisht të falenderoj prindrit që sjellin fëmijët në ansambël, vallëtarët, të cilët me gëzim vinë për të vallësuar Shqip. Një falenderim të veçantë kemi për misionin tonë, priftin e palodhshme, Don Marian Lorencin, motrat tona Valdet e Luiz, që shërbejnë me përkushtim e dashuri dhe e mbajnë misionin gjallë. Një përshëndetje për Adi Marian nga Kosova, që sot janë në mesin tonë dhe transmetojnë programin live. Pashtu falenderojnë sponsorët tanë që gjithmonë janë pranesh, në ndihmojnë për të funksionuar ansamblin dhe rrëdhimisht për të ruajtur traditat tona kombëtare. Falenderojnë të rinjët e të rejat që pa pritesë vinë dhe vallëzojnë Shqip dhe kështu bëjnë një punë fisnike në ruajtjen e kulturës shqiptare. Falenderojnë të gjithë shoqëritë, ansamblet, që janë në mesin tonë dhe me të cilën kemi bashkëpunim ndër vite. Përshëndetje speciale për gazetarin tonë Bacin Recep Rifati, që 19 vite na ka përcjell në çdo përvjetor që kemi pas, respekt të nderuar. Ju falenderojmë edhe ju, simpatizues, që keni ardhur sot në programin tonë. Kjo është një punë e përbashkët. Prandaj, edhe suksesi e rezultatit janë të përbashkëta. Zoti na rujt të gjithëve. Të dashur miq, antarë dhe simpatizantë, sot kemi përgatit një program për këtë jubileu, me valle dhe këngë shqipe, që të gëzojmë për të mirat që kemi, që të festojmë për suksesin tonë. Të falenderojmë njëri tjetrin dhe të bashkë ndajmë gëzimin. Ansambli Arbresha do të vazhdojnë rrugën e vetë duke sjellë befasi e gëzim, duke sjellë frymën dhe kulturën shqiptare. Dhe që jemi në prag të festave, nga zemra ju uroj të gjithëve Krishtlindjen të bukura dhe një vit të ri, të arreshëm e përplot të mira. Gëzuar! Faleminderit shumë mua për fjalët këtua dhe për punën tënde të palodhshme që e bën për ansamblin. Po ashtu edhe mbështetje të madhe kemi nga Misioni Katolik Shqiptar në Sirna. Ne jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e misionit dhe dua ta shfrytëzoj rastin të përshëndes personalisht dy motrat e nderit, motra Valdet dhe motra Luiz. Po ashtu edhe me shtarin tonë të nderuar Don Marian Lorencin, të cilën e ftojmë në skenë për një fjalë raste. Mirë mbrëma e qoftë të prisht të gjithëve. Si udhëheq i misionit, në mantim motrave gjithë bashkëpunëtorëve, uroj ansamblit Arbresha 19 vjetorin e themelimit. Ansambli Arbresha, si që ceku edhe kryetari saj, Zanafilën e ka pasë edhe ka në mision, pregaditjen e ka në mision, edhe prej këtij misionit kuptohet që e kemi detyrë shenjtë këto të arrujmë
gjuhën, kombin, traditën, edhe të arrum kuptot fejnë. Nësët këto, tash jemi për t'i uruar, unë si meshtar për t'i falenderuar, ansamblin Ambresha, gjatë gjithë këtyre viteve që kanë vepru në për gëzimet e ndryshme. Këta kanë qenë ambasador të mirë dhe dëshmi e mirë e kulturës e gjuhës edhe e traditës tonë shqiptare. Ne mërtim, si shtash, edhe gjithë bashkëndorve, ansamblit urime, se do të kemë fjalime shumë, fjallë shumë, për pose, thash, i falenderojmë nga zemra për dëshminë e mirë, i falenderojmë nga zemra për punën që e bajnë, i falenderojmë nga zemra për gëzimet që i kanë sjellë gjithmonë në për manifestimet ndryshme, e urojmë e dëshirojmë shëndet edhe suksese të matutjeshme. Pra uroj e dëshiroj juve, gjithve juve, një mbrëmje të mirë këtu, që të kaloni sa më bukur, për shumët festa e Krishtlindjeve, një vit e mbarë, e uroj e dëshiroj që gjithmonë Zotit ju përcjell gjithve me gëzim në jetën e juve. Ansamblit Ambresha, mirë të vinë. Faleminderit shumë, ja. Shqiptarosni ta përshëndes edhe njerë personalisht Radio Maria, Dom Shqeftin dhe Emanuel Demaj. Faleminderit që po na nderoni me ardhin e juaj këtu. Të nderuar mysafirë, ky vit, posaçërisht kjo verë, na ka pasuru personalisht mu dhe Arbreshën me dy personat e zemrës tonë me dy martesa përrallore. Në magjin e një natë vere, kaluam dasmet tona me familje dhe shoqëri në Kosovën tonë të dashur. Ansambli ynë nuk guxojt na mungoj dhe na adhuroj momentet e paharrueshme me një vollet të bukur, të cilën me plot gëzim duam ta prezantojmë pranë jush. Prit ka dole. Para se mi janë njësë Arbresh, tash, hajde që të ma ofër. Ama mirë të baba, a të burri? S'po banë të shka mikrofoni. Që shprej këtë kjo filë së vlaj, ka dhe i duar të rukitje të madhe për kolegën. Pra, kjo përgjigje mbetet sekret. Zonja dhe zotri, ftojmë në skenë në një duar të rukitje të madhe, grupin e të rriturve të ansamblit Arbresha me Vallën e Dasmes. Një koreografi me motive nga Karataku, krijuar nga i madhi Fej Bleka. Duar të rukitje.
ljohë Pjetër? Paka mo, nuk kemë njëtë të emocione si kur ndosëm, ama mirë. Mirë shumë. Po që atje Nusja, që përmas. Nësë shko kërkon? Ko Patrikje? Se di, qoj dorën? Patrik? S'po gëzon. E pasë mësë mirë. Me fillim. Okej, pra, shvicojmë rastin edhe njerë, ti themi faleminderit në emrin tonë personal, në emrin të Arbreshës, në emrin tim, ansamblit të Arbresha, për performancat, për performancat juja në dasme tona. Faleminderit edhe njerë, dur trukitje për grupin e të rriturët e ansamblit të Arbresha. Të nderuar mysafir, tani kemi kënaqësinë të ftojmë tu pranë jush orkestrën e ansamblit tonë. Orkestra e ansamblit Arbresha si vjetë shoqërohet edhe me një mysafire special nga Italia, pra Alberica Kolici, e cilën e përshëndesim tani me një trukitje shumë të madhe në skenë. Do trukitje për orkestrën.
Shqipe, shoj kushtrim susi domike, e një shkollaj sa dhe dje. Kam deri t'i ftoj në skenë vajzat e grupit të rriturve me një homazh për të madhen Leçmije Pakarusha. Me koreografi të përpunuar nga Fejm Leka, do të na sjellin këtu Vallën e Bareshës. I ftojmë në skenë me një trokitje shumë të madhe.
Zaksisht I përshëndesim grupin Zëri Karadogut që të cilët vinë ekstra nga Italia, zaksisht nga Leko. Këto për të ndëruar me këngë dhe valle me një program të shkurt. Se pari ftojmë në skem pra Ana Maria Uka me këngën Vera pa mërgjimtar. E mi presim e një të...
Të ndruar, e kanë radhën grupi simpatik I fëmijëve me premierën e tyre, Vallën e Re, të cilën me padurim presin të sjellin këtu pranë jush. Sa herë që I ndjekim këta talenta të ri, ndjej personalisht kënaqësi të madhe kur të shoh se me çfarë pasioni lëvizin fëmijët e ansamblit në ritër shqiptare. Nga zemra duam të falenderojmë dhe Maria Saliçuni për udhëheqjen e ushtrimeve në grupin e fëmijëve, me një duatrokitje shumë të madhe. Me një kollazh vallësh, ftojmë në skenë me një udhëheqje shumë të madhe grupin e fëmijëve të ansamblit Arbresha.
Wow, çfarë emocione, faleminderit shumë grupi fëmijëve. Edhe një herë turqitje shumë të madhe pra për grupin e fëmijëve të ansamblit Albresha. Të nderuar mysafir, shpresoj se na falni problemin teknik që e patëm përpara, më duket mërzi nuk ju vjen me ne, kështu se pasi ardh bukur shumë. Tani pra, ka radhën pika që e patëm më përpara. I ftojmë pra në skrin Bab dhe Bi, Fjolla dhe Bebi Berisha, të cilët vinë enkas nga Gjermania për të na përgëzu për jubileon tonë spari dhe për zdyti për na zbukuru programin tonë këtu, jubileon tonë të nanon vetë. Edhe një herë, ensemble, a jeni gati? Gati ku ka? Yeah.
Bebi dhe Fjolla, faleminderit shumë se pranuat ftesën t'jeni pjesë e programit tonë. Na keni ndërruar shumë, dorëtrëngitje të madhe për Bebi dhe Fjolla Berisha. Apo në dhe një pyetje? Fjollë, si ku e ndini veten në mesin tonë? Shumë mirë, sidomos ndaj juve, ngat, edhe kur është publiku në një vetën shumë mirë, faleminderit shumë. Bebi, ju keni disa vite pra në skenën muzikore të estradës, si lindi ideja të bashkëpunoni me vajzën e juaj? Spari ju përshëndes gjithë juve këtu, publik shumë i mrekullueshëm, juve ansamblin Arbresha, respekt për juve të gjithë. Paj, Zoti din, ja ka qellu me Fjollën. Qatë nga lind ideja. Lumë, faleminderit shumë. Fjollë, publikimi i videoe të juaj për i bujnë në media sociale, a e pritur këtë sukses? Faleminderit shumë njëherë, me monimin që kom shki bashkë me babin, kemi prit një sukses edhe jemi shumë të kënaqur me ato që e kena arritur tash. Faleminderit. Pra, si do t'ju shohim në të ardhmen? A keni planifiku projekte të reja? Paj, në të ardhmen e largët, unë me krosun, projekte të reja po tash për vitin e ri edhe një në ardhmen e erdhës të me disa videoklipe. Fjolla ka kohën në ndryh. S'po e zvolur cila. Dhe njëherë ju themi faleminderit për prezencën e juaj. Ju urojmë shumë suksese dhe gëzohemi që do të na zbukuroni ma vonë dhe programin ton argëtues. Faleminderit, ju takon juve dhe publikut. Pa juve dhe pa ta si një asni. Shihen ma vonë live. Dorëtrëngitje të madhe për Fjolla dhe Bebi Berisha, si në ansamblin Arbresha. Musafir të nderuar, kemi nderin të prezantojmë pranë jush premierën e vallës sonë të re. Vallja me motive nga Karadoku, një koreografi nga Fejn Leka, është një vallë lirike e cila pasqyron shumë forcë dhe dashuri me motive kombëtare. Dorëtrëngitje të forta për grupin e të rriturve të ansamblit Arbresha.
Të nderuar mysafir, ky ishte programi ynë kulturor artistik, të cilën e kemi përgatitur për nder të 19 vjetorit e ansamblit ton Arbresha. Një falënderim për krejt vallëtarët tanë, të cilët solën performanca shumë të përkryme në programin e sotëm. Një falënderim i veçantë shkon për kryetarin tonë Ndue Uka, i cili me shumë dashuri, përkushtim dhe durim ka investuar shumë kohë në ushtrime dhe organizim të kësaj mbrëmje madhështore, pra, duar trupitje të madhe. Shpresoj që e keni shiju çdo moment e programit tonë deri më tani. Me padurim pres me vazhdu festën tonë, se bashku me ju në programin argëtues i cili e ka rodhën pas pak minutave. Të nderuar mysafir dhe të nderuar sponsor, edhe juve ju themi faleminderit për mbështetjen dhe për krajën e cilën në simbolizoni çdo vit me prezencën e juaj këtu në jubileun tonë. Shpresojmë që jeni ndarë të kënaqur me programin tonë. Pas pak, programi argëtues do të vazhdon me artistat Fjolla dhe Bebi Berisha, si dhe Asim Gashi. Faleminderit dhe miru takofshim në festat tona të ardhshme. Gëzuar!